Ka njerë bile bëja i gore, thëmë, për më duket vjetë, se më imunin ullqen, që del ke mu fotografu me ata, adin, në Vishti pa pare? Unë vish pa pare, që është shumë mirë është. Adin, kjo është kësta, cëllën e pagun për më koni famshëm. S'ka privatësi kur ti je i famshëm. E vërtet, e vërtet. Shpesh herë duhet me ndu që kur i ikim famës, për shembull, ose daljes, duhet me qitë gishtin në kokë që thonë që është një zgjedhje e jona, ose atyre që kanë zgjedhur t'jenë fytyra publike, sepse njerëzit nga dashuria e madhe që kanë për ta dhe munden me qenë të tepër, por gjithsesi duhet me pas pak durim, po m'duket, a? Qëre, tash për shembull, ka raste kur dojnë më më konë emocionalisht mirë. Po. A kam një të smutë të shpia, a kam një problem. Duhet respektohet edhe kjo anë. A mu ka vënu diqka, a nuk unë ka hecë një video që është dëhet. Dhe me thonë, me pas një XY problem. Edhe unë me reflektu keq kur dikush më shë, po mundu në ato temën me bu matë mirën që me bu edhe së të më pengën, bile përkëndër e shijeshë. Egzon, gjatë gjithë kohës, po e vrej që je dhe një njeri shumë familjare, përmende 2-3 herë bashkëshortën. E ke menduar që si shqiptarët të rrisësh familjen të ndë nga 2 të bëni 3, 4, 5, me fëmijë, sa familjar je si, sa të dojtë bëhesh e baba? Zyrtarisht, halo se martu, kjo smet për Zotit, që shka thonë Zotit, që është të mja bu. E kushtu që shka thonë Zotit, sa je besimtar? Maksimum. Unë jem besimtar edhe i falimderu në Zotit shumë për krejt mirat që në ka jep edhe për të ku në ka pru. Nështë ta shumë e vogël, po ku dhe që në ka pru, falimderit për tina. Ku do t'a gjej Vera Egzonin këtë verë, sepse jemi tashmë shumë afer stinës së verës, si do t'jetë Vera për ty, si e përjeton këtë stinë? Unë e përjetoj verën shumë mirë, si krejt njerës të tjerë, e du verën shumë, e du të nëzetin, ma shumë se të ftëftin. Për ndryshe jem allergjik në polen. E pas ke kohën ma të fështirën. Jashtëzakonishëm. Bile deri sot kryet që ky procesi i polenit, kështë mu jashtëzakonisht shumë mundën. Po kur të kryet, tani fillon e farqetësia vera, po e shie shumë ku ka më në gjetë, Zotë e Me punë? Me punë 100%, hecë s'ka dyshim. E ki dhurat prej neve dhe për viva freshtë ananas me veti. Ja freshtor, falimderit. Me qënë se erë dhe Egzon, ishte vërtet knasi që të kishim sot në Edjel Avlen, një Edjel pak ma ndryshe, sepse edhe një intervjist pak ma ndryshe, ndoshta pyetje shumë personali, kështu shumë spontane, duke e pirë një kafe, por